Bashkia Shkodër përmes strukturave të shërbimit social vazhdon të ofrojë mbështetje të qëndrueshme për 27 familje të komunitetit rom, të cilat janë aktualisht të strehuara në kontenier funksional. Sipas specialistëve të shërbimit social, ky komunitet ka qenë dhe mbetet në vëmendje të veçantë të institucioneve vendore. Një nga sfidat e kohëve të fundit ka qenë sigurimi i furnizimit me ujë të pishëm, i cili është ndërprerë përkohësisht si pasojë e ndërhyrjeve të paligjshme në rrjet nga vetë banorët. Pavarësisht kësaj, bashkia po punon për rikthimin e shërbimit në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme. Një tjetër incident i ndodhur pak ditë më parë, ku 3 kontener u përfshin nga flakët, ka vënë në lëvizje të gjitha strukturat bashkiake. Fatmirësisht nuk pati pasoja në njerëz, ndërsa familjet e prekura kanë marrë menjëherë ndihmën e nevojshme. Banorët shprehen mirënjohës për reagimin e shpejtë dhe kujdesin e treguar nga Bashkia Shkodër. Është një përkujdesje që na bën të ndihemi pjesë të këtij qyteti. Kemi patur shumë vështirësi, por ndihma që kemi marrë na jep shpresë, shprehen disa prej banorëve të komunitetit rom. Ky angazhim social i Bashkisë Shkodër vlerësohet si një model pozitiv që duhet të ndjekur edhe nga bashki të tjera në vend. Qarku i Fierit, për shembull, një nga zonat me numrin më të madh të familjeve rome, ende përballet me mungesë investimesh në infrastrukturën bazë, rrugë, kanalizime dhe furnizime ujë të pishëm. Pavarësisht se në letër ekzistojnë plane veprimi për integrimin e komunitetit rom dhe egjiptian, zbatimi praktik i tyre ka qenë i mangët në shumë bashki të tjera të vendit. Nga ana tjetër, vetë banorët e komunitetit në Shkodër e vlerësojnë ndihmën e marrë si pjesë e një strategjie të qartë sociale, që i ndihmon ata të ndjehen të përfshirë edhe më pak të marginalizuar në jetën e qytetit.